Mirë se erdhët të dashur Deshër, apo Dashi, në Letra të Fejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Dhe kësaj radhe kam zgjedhur të njëjtën pyetje. Çfarë po vjen në jetën tënde apo në këtë ditë të ardhshme, javën që po vjen? Letra e parë është 10 të shkopive, ndryshe në këtë letër. Është një ngarkesë. Mund të jetë shumë përgjegjësi, një situatë që të ka lodhës të lodhë, ose diçka që po e mban vetëm pa dijenin e dikujt tjetër, po e mban si peshë, si barë. Shembull konkret që mund të jetë që po ndihesh sikur po bën gjithçka vetë, një lidhje ku ti po përpiqesh më shumë se tjetri apo tjetra, ose një situatë që po të merr energjinë, po të thithë, po të harxhon. Kjo nuk është forcë, është mbi ngarkesë. Ku duhet të keni kujdes, dashi? Këtu del e kaluara. Mund të jesh duke u kthyer emocionalisht pas, kokën pas, mendjen pas, duke menduar për dikë që ka qenë, ose duke idealizuar një situatë të kaluar. Shembull konkret që mund të jap është rikthim, komunikim me dikën nga e kaluara, krahasimi vazhdueshëm me si ishte më parë, ose ndjenje që nuk të lë të ecësh përpara. Kujdes, e kaluara të tërheq, por nuk të çon asnjëherë përpara. Dashi. Letra numër 3, çfarë po vjen apo mundësia që po vjen? Këtu vjen lëvizja dhe më bëhet qefi të dashur Deshër, mund të jetë një vendim i fortë nga ana juaj, një ndryshim i shpejtë ose një drejtim i ri. Shembull konkret që mund të japë, vendos të lëvizësh nga një situatë, sidomos nga kjo e kaluara, nga kjo peshë që mban veten peng. Merr kontrollin dhe ndrysho rrjedhën e saj, ose futesh në një fazë më aktive, mund të jetë dhe kjo. Kjo është dalje nga vendi ku ke ngecur të dashur Deshër. Dhe letra e 4, çfarë duhet të bëni konkretisht? Këto është pika kyçe, mos u humb. Duhet të ndash realitetin nga iluzioni. Tani unë në këtë rast, në këtë lexim them nga e kaluara, çfarë të ka shumë të ndahesh mendërisht që të mund të ecësh përpara. Mos të ndjekësh çdo ndjenjë që vjen dhe të zgjedhësh qartë. Shembull që mund të jap, mos beso çdo premtim që të bëhet. Mos e idealizo një person nëse ka të tillë në jetën e juaj. Fokuso tek ajo që është reale. Konfuzioni të mban peng, të mban në një vend, të mban në të kaluarën. Qartësia të bën të lëvizësh, të ecësh para, të shikosh ajo çfarë vlen për ty, dhe jo fjalë boshe apo e kaluara që të mban, siç e thash, peng. Të dashur Deshër, këtu e shikoj letrën Lenormand që është anija. Janë oracle, është një këshill finale. Kjo tregon lëvizje dhe më bëhet qefi, lëvizje, udhtim ose largim nga kjo situatë që po gjendeni këtu. Kujdes pra të dashur, mos qëndro aty ku ndihesh i ose e bllokuar. Mos vono një hap që e di që duhet ta bësh dhe prano që ndryshimi është i nevojshëm, është i domosdoshëm, të dashur Deshër. Pra, këto ditë apo kjo javë që po vjen, janë për të lënë ngarkesën që keni dhe për të lëvizur. Të mendoni mirë çfarë është ajo çfarë po ju lodh, që po ju shikoj unë, e kaluara, një person nga e kaluara, apo një situatë nga e kaluara. Çfarë po të mban pra? Çfarë drejtimi po hapet përpara? Mos mbaj më shumë se që duhet dhe që s'të bën mirë. Kjo ngarkesë nuk të lejon të ecësh përpara. Çfarëdo që të ketë qenë, çfarëdo që keni përjetuar, qoftë persona apo situatë, lëviz, ngecja në vend, do të thotë dhe jeta juaj në atë pikë të mos ecë përpara. Pra, lëviz, dashi.